Kur flasim për atletikën në Kosovë, është e pamundur të mos përmendet emri një vajze që ka thyer rekorde. Ka ngritur flamurin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe ka vrapuar me zemër në çdo pistë nga peja deri në lojrat olimpike. Sonte nuk do ta njohim vetëm atletën, por njeriun pas medaljeve, sakrificave dhe kilometrave pafund. Mirë se erdhe Gresa Bakraqi. Mbeti shumë për ftesën, më kënaqësi. Sinqerisht, nuk e kam besuar që do të kem në emision, sepse të kam përcjellë përmes rrjeteve sociale, shumë pak jenë pej, shumë pak jenë vendlindje, ka po zindesh. Për momentin, unë veç edhe kum bo kontratë me Federatën e Spanjës, për shkak se fokusi jam është lojrat olimpike në Los Angeles, edhe sigurisht që pikësynimi jam tash është shumë më i madh. Nëse lojrat e kaluame në Paris ka qenë pjesëmarrja në lojra olimpike, tash është me qenë top 8 në olimpiadës, sepse sigurisht kjo është që na mban neve për me vazhdu me mbri ata që na donan. Edhe kjo është një prej arsyeve që shumë pak tash të ndaj në Kosovë për shkak se infrastruktura nuk është e mjaftueshme që ne më ndajt këto edhe me u servit, edhe më duhet gjatë gjithë kohës më ndajt Madrid ose në kampe ndërkombëtare ku na vrapojmë pas nxehtit, për shkak se sa më e ngrohtë është atë kushtet atmosferike, aq më lehtë kena edhe me ngrit performancën për garat e ardhshme. Okej, për juve tash fillon sezona. A je përgatitur për sezon, ç'është po ndihesh fizikisht, psikikisht në çdo aspekt si një sportist? Sot kur isha të bisedu me disa anëtar të federatës, për javoj që, dhe më thonë sa janë nisi sezonat, ajo të sezonës e realisht në këtë vit e kum nis me 3 rekorde shtetërore. Një janar, shkurt edhe në mars, unë kom bo 3 rekorde shtetërore dhe sot të mbyllme. Mirë po, fokusi jam është sigurisht që është stadiumi, pista jashtë. Mirë po, si piknisje, ka një gjithë shka në regull, sepse solla e mbyllme është disfavor për neve, për shkak se nuk e kemi sollën e mbyllme, edhe momentin që pëse ti shkon edhe ja afrohesh rezultatit që e vrapon jashtë stadiumit, është një shpresë që ti keme vrapu shumë ma mirë. Për momentin, gjithë shka është të shku që e kena planifiku për mes planit, mirë po, sportit nuk i dihet, më thonë ti sigurisht që shkon me atë pozitivitetin që gjithë shka po me shku mirë, i sinon ato medalje, i sinon rezultatet më të mira, se fokusi kryesor është me qenë më i shpejt për një vitit kalum që i konë, mirë po sporti ka befasit e veta, ulljet e ngritit e veta që gjithmonë do është më konë edhe i gatshëm për qëfar do sfida apo qëfar do rezultatit që vjen pas përfundimit garës. Okej, 3 rekordet a keni u? 3 rekordet. Okej, qësh është momenti apo cila është ajo ndjen kur një rekord e thënë, shëfët e kalon, atë i kalon, apo e arrin një rekord? Të unë për shembull unë i mbaj 15 rekorde shtetërore. Për momentin jam atlet, jam më e suksesshëm në krejt botën që i mbaj rekorde shtetërore mas shumti. Shumica e njerëzve kur hin garë, gjithmonë na vojnë po se te e thën rekordin. Realisht është rekordi jam, po është luftë mes Gresës. Domethënë unë mendoj ndoshta është shumë e zërt Gresa me Gresën më shtyp, pavarësisht që unë e di rrugën e progresit për me mbriq atë rezultat, mirë po gjatë gjithë kohës duhesh me bëj lloje eksperimentet ndryshme trainingi që ti më kon më e shpejt se sa një garë tjetër. Plus që ndryshimi i disiplinave, 800 metra, 10 kilometra, gjysmë maraton, janë taktika të ndryshme, është seancë tjetër e stërvikjes edhe duhesh më kon realisht shumë i fortë psikikisht në përballu ndryshimet e tempove. Normal që ndihesh krenar me veten se është një kohë shumë e gjatë që ti stërvitesh, edhe ai momenti kur ti e sheh në screen që është national rekord, prapse edhe nëse u koni joti para prapse ndihesh mirë që e theva edhe një herë ose e preka limitin tem edhe një herë. Se unë gjithmonë them, arsyeja që nuk kam vazhduar me shku në Spanjë, pyetja e parë që i kam bërë trajnerit të Spanjës është që pse ti më shet që jam aur botërore, edhe që unë më me prek hala ma shumë limite si Gresë, atëherë po vazhdojmë procedurën me punu bashkë. Nëse ti e shet që limiti jam i Gresës o kon deri qito, atëherë po e mbyllim se unë realisht karrierën time të kulmin e karrierës unë e mbriva, që është olimpiada, që shumë shtete kanë normë olimpike, por nuk kanë mundësi me shku për shkak se është numri limituar se kush merr pjesë në lojra olimpike. Kështu që unë ku marr për një shteti shumë të vogël dhe ku arrit me përfaqësu në arenën ndërkombëtare nivelin më të lart. Pra jam e plotësuar si Gresë në sportin elitar. Mirë po pjesa që unë kom desh me vazhdu edhe njëherë më tute ka qenë që se unë kam mundësi më konë në top më të mirat, jo thjesht pjesëmarrëse e nivelit më të lartë sportiv. Okej, mendimi spanjollëve, cili është? Fillim më konë shumë interesant për shkak se trajneri që për momentin jam të punu,
faktikisht unë punoj edhe me Adnan Demalini, i cili është i 5, mirë po jo në bashkëpunim njëri me tjetrin. Trajneri spanjoll nuk ka shumë mendim pozitiv për Ballkanin, ose më thonë s'ka pas. Veçanërisht po besoj për Kosovën. Jo, Kosovën në fakt se ka di që ekziston. Nuk e ka di që ekziston. Po ka pas një bashkëpunim me Serbinë që nuk i ka shku shumë okej, edhe ka mendu që shtetet e Ballkanit janë të njëjtë mentalitet. Edhe pasi që i kum qenë një email, mbas 2 muaj më ka kthy përgjigje, më ka thonë okej Gresa, unë nuk e di se sa ki njëri, po nuk kam shumë mendim të mirë për shtetet e Ballkanit, për shkak se sot thoj po, nesër jo, kurse sporti atletikës don kuro po është po, kuro jo është jo. Realisht këtë sportet e kanë, kuro po është po, për shkak se don disiplinë, ma shumë se sa motivim. Dhe më ka thonë po prap personat që kom pyet për ty edhe këto rreth 2 muajve që unë kom marrë informacione për ty, më kanë thonë që Gresa është e lindme në Ballkan, po ka shumë kulturë të Evropës. Edhe që kjo pjesë më ka shtyr me t'jep një mundësi me pas si provë se a je kjo që po e thojnë. Kështu që dhe më thonë brenda 6 javëve kena pas si lloj provim test me pas a po shkojnë qysh seancat, a jam e disiplinuar me ushqim, gjumë, qysh i kena në regjimin tonë sportiv. Edhe në pas 6 javëve më ka thonë Gresa ti je realisht atlete që mundesh me ju përshtat urës botërore, mundesh me shpërngull Madrid kur shet që je gatshme me dalë për me jetu atje. Okej, me që se jemi në podcast, edhe je për herë të parë në podcast të na, kisha fillu ndoshta prej momenteve të para, apo ditëve të para, kur ti ki kuptu që vrapimi nuk është një pasion për ty, por thjesht një mision jetësor. Fiks, dhe në talë, ma shumë të bëqen shpreja, se në dhe të shumica më thojnë që është punë, por realisht i bjen fiks mision që e fiksove. Nuk e kom ditë realisht që kom u bo atlete. Unë kom mendu që kom u bo futboliste. Dhe në dhani kom pas dojtë futbolista edhe kom pas atë pjesën që kom u bo futboliste, gjithmonë më kon ma të shpresë, najse kom u qej një klub këtë vetë hajtë se vitin tjetër. Dhe në thonë gjithmonë me qatë shpresë. Mirë po si nonat tona që jom pak tejës, jom pak ma trenore, ju ka do që unë jom bo shumë pak ma mashkullore, jom dalë prej pjesës feministe. Edhe, më thonë, ajo më ka detyru mu me shku në atletik, për me vazhdu në atletiken, mirë po, në atë kohë, kur ajo ka pyet për me më qu mu në atletik, kam thonë që nuk jonë trajnerat adekuat, ndoshta mundet edhe me andalë zhvillimin e vajzët, për shkak se jom konë një moshë shumë të rejë. Mirë po, në shkollë fillore, kërë këna pas në orën edukatës fizike, njëna prej arsimtareve Drita Gorani, ajo konë që ma ka dalu talentin, edhe më ka thënë Gresa sot në ora 4 ti shkon që të klubin atletikës BSAP edhe vazhdon bëhesh atlete se je tipike e talentuar për më konë atlete. Kështu që ka ndodhur gjithçka rastësisht, kurse kur unë kom fillu me kuptu që është e jemja, dhe më thonë unë jam realisht që kjo së në gjithmonë mendoj që çdo person ka një talent që tjetri nuk e ka. Thjesht na duhet me gjetë ato, edhe sa herë që ti punon beto kursi i lodhëm, se je të punu diçka që është e jotja, që ti e bën më së miri. Qoftë në art, qoftë sport, qoftë në politikë, që ka do në jetën që na ballafaqohem. Edhe kur unë e kom kuptu është që vitin që unë e kom garohë, unë kom fillu mi mujtë edhe djemë të Kosovës. Dhe më thonë, mujsha, edhe kom që aja që më shënojnë edhe gazetat i kom të rujtme që shkru 1 në 1 milion. Dhe më thonë talent, 1 në 1 milion. Edhe pavarësisht që njerëz e shishim ndryshe Gresën, në realisht unë disha tepër mirë me që ato që po e bëj dhe nuk u jëm lodh kur. Dhe më thonë, isha shumë ma entuziazmuar gjatë gjithë kohës për me bo qatë sport. Dhe pjesën ku e kum kuptu që më ka mungu ma shumë, për shkak se okej, shkoj gjithë shka në rregull, janë një sportiste e vitit për mosha pionere, pavarësisht që isha 13 vjeqare, fillova 14 vjeqare sportiste e vitit për kategori juniore, edhe 15 vjeqare kategori seniore. Dhe më thonë, unë realisht nuk mbaj mend që në moshën ka shtre mi marrë çmimet e moshës tëmë. Dhe më thonë, unë direkt kom pas konkurim me senior. Edhe më konë ma e mira në atë pjesë. Kure unë e kom ndërprej sportin edhe më patë bo diçka shumë normale, që unë e duhet më konë ma e mira në qëtë pjesë, veç unë jam që po e bëj mas mirëti. Kur e kom ndërprej për shkak shkollimit, për shkak se na jetojmë një shtet që ti nëse nesër e lën sportin, duhesh me fillu gjithçka pi zeros, edhe më thonë, okej, ma mirë ndoshta është me vazhdu shkollimin, nëse kom pas kohë të mjaftueshme, rikthena, paktën e kam gjithmonë një derë hapur drejt shkollës, që nëse lu sportin, prap kam ku me vazhdu, jo me mbet, me prit, se kush çka po më ofron.
Edhe pas përfundimit ose gjatë ciklit shkollimit e ku mungu qëto mëngjes aromen e treningit. Dhe më thënë që ato e ku më kuptu që në realisht nuk moj pasport. Dhe më thënë është një lloj ndjenje, kur flas me sportista që e kanë ndërprej sportin, kuptohem shumë njëri me tjetrin. Kur i them që kur më qumë mëngjes me shku për fakultet, ajo aroma që unë desha me bo stërvitjen mëngjes, mu që ajo pjesë më ngajke. Dhe më thënë në shkojsha me mëngjes, po e kum pas atë nostalgjin që jam të shku në trening. Edhe që kjo është që aty që e kum kuptu, kum thënë okej, duhet me përfundu sa ma shpejt shkollimin edhe mu rikësy edhe njerë, pavarësisht edhe nëse dështoj, pak të nësë me mbet pikë që e lash, që atëherë kur s'kat asnjë pikë zhvillim sporti. Për shkak se kur unë e kum ndërprej, nuk kena pas zhvillim, vetëm me gara që kena shku, kena vrapu ka qenë vetëm Turqia, dhe më thonë tjera Shqipni, Kosovë, Maqedoni, mirë po me dëpërtu në arenën ndërkombëtare u konë shumë e vështirë. Kurse kur unë kom fillu me vazhdu shkollimin, gjatë ciklit shkollimit, ne vetëm jena pranu lojra olimpike, kampionatet evropiane, botërore, kështu që kom thënë okej, ta provoj edhe një herë, se derisa nëse këta kam thonë jam talente, dhe jam person që jam një në 1 milion, atë ndoshta duhet na mu rikthim me pa se a jam, a ndoshta veç këta kam po si shpresë. Okej, besoj këto nuk kanë qenë sfidat apo sprovat të vetme. Cilat kanë qenë ato më të mëdha që ndoshta njerëzit nuk e kanë kuptuar, nuk po ndoshta më mirë them, nuk i dinë akoma në çfarë ka kalu Gresa. Ka shumë, realisht ka shumë. Bile sidomos pas lojrave olimpike është hera e parë që po e cekë, sepse jam shmang shumë prej intervistave pas lojrave olimpike, sepse kum kalu një ankth shumë të madh, dhe më thonë familjarët e mi e dinë se i marrë me një pikë që dhe kum lonë 2024 shtator të tërmantur, unë vetëm jam shkput prej atletikës. Këto e dim vetëm familjarët e mi edhe trajneri, sepse trajneri prape ka shpresu që unë kam u rikëthy, kurse unë me atë ankthin që e kum pas, kum thënë okej, atëherë unë nuk ja vlen, moralisht unë erdha me një pikë që nuk kisha mundësi me kontrollu trunin me trupin. Edhe thësha për çka, dhe më thonë unë jam të e jep jetën tem, jam kaq e re dhe nuk jam ka muj me kontrollu ankthin. Edhe jam pja atyve tipave që menaxhoj shumë mirë stresin, se atletika e lyp me menaxhu. Shka unë e garaj rreth 90.000 veta në pistë, dhe më thonë ti je detyru, mi mshel vesht edhe me nga, mos me ndi 90.000 veta që jo në pistë. Pra menaxhimin e stresit edhe adrenalinës na jena të mësum me mirë mbajt. Po kur erdh pika që unë nuk kisha mundësi me menaxhu ankthin, është që mund ka lodh shumë psikikisht, sepse s'kisha besim as në vete se s'ko këna e aptë me përballu ka që re një sfit ka që të letë, që unë e po mendu ndoshta është sfit shumë e letë. Për shkak se lojra olimpike unë nuk më vrapun disiplinën që unë vrapoj. Mu më kanë caktu një disiplinë që nuk është e jamja. Po pavarësisht që unë kom bo një punë shumë të madhe, nuk më desh më dorëzu, sepse për me shku lojra olimpike ne duhet me garu edhe me djem. Edhe ka qenë luftë, përveç që unë i ku mujtë femnat, unë është desh mi mujtë edhe mashkujt me pikë tja efit. Pra që ndoshta është pak e pa drejt, mirë po unë dina shumë krenare që ku ma rrit me i binë, që femnat munden edhe nëse është konkurim me mashkujt. Mirë po ndoshta kjo ka qenë akumulim i ngadalshëm i lodhjes psiqike që unë ka pak ka ardhur deri me një pikë që unë nuk mujtë më me kontrollu veten. Edhe në momentin kur unë kum shku me vrapu lojra olimpike, para lojra olimpike kum pas një helmim shumë të madh. Sa që edhe në spitalin rajonal e din doktori që kur e kum përfundu garën, mesazhin e parë që ma ka dërgu është ti janë. Sa e ka di që pjesa e gjysa e trupit tem e helmimit u kon gjoki, ka qenë gjysa e trupit e helmime. Dhe më thonë, unë s'kum pas mundësi me vrapu ditën kur unë jam ik pi spitalit, pa lejen e doktorit, se unë thjesht thësha deri shtu luftova për një helmim, mos ta ndërprej. Edhe arsyeja e helmimit është që mu më kanë kthy shteti Kosovës për bartjen e flamurit. Në Kosovë ka qenë ceremonia që unë kom qenë kundër për me ardhë, kom qenë malin përgatitje në alësim binditore dhe kom thonë në spovi, se unë realisht s'kom qenë bartës e flamurit, kom qenë ekip. Mirë po bartës flamurit kanë qenë Akili edhe Nora, me plot merit. Edhe kom thonë që mos ta prishën përgatitjen teme malore për një ceremoni. Sigurisht që dëshira jeme është shumë e madhe me kohën aty, se Gresa ka luftu për marrë deri qatë mirë po për mu ma e rëndësishme o kom për fatësim ma i mirë dinjitas me lojra olimpike, se sa 3 minuta me qenë ullë se një karikjes për persona që unë vetëm i njaftë, personat mjojnë, personat i njaftë, thjesht u kon një lloj ceremonie respekti bartës flamurit. Dhe ditën kur unë jam kthy të nesërmen unë jam helmu,
që unë atë vetëm helmu 3 herë, dhe më thonë trupi jam nuk e përballoj ke asnjëherë ardhjen. Arsyeja e helmimit me shkallë. Arsyeja e helmimit ka qenë fond, ku e kena kuptuar ka qenë qumshti. Që unë përpara nuk është se kom përdor, ndoshta kom përdor jashtë vendit edhe u kon ndryshe. Kur kom filluar me përdor këtu në Kosovë, ndoshta nuk u kon e pastrume nga kafet në rregull, edhe kom pas helmim drastik shumë të madh. So që edhe doktoreshat e infektimit, domethënë nuk kanë mujt me kuptu se çysh trupi jam nuk përballon kaq keq. Domethënë unë 25 infuziona i nduk mi marr para lojrave olimpike. Jam kon dur zi. Edhe kur kum shku me vrapu, lojra olimpike unë vetëm i humba 4 kg, pra më duk ditën e lojrave olimpike plus me ndryshu uniformen, sepse nuk mbeki uniforma para prake që e kum pas. Domethënë gjithçka shteke jo rreth sandeve që i duf më kon, a realisht vitin më të suksesëm karrierës tem u kon 2024. Gara e fundit që unë mbyllsha vitin ka qenë lojrat olimpike, edhe shpresa dhe më thonë nuk jam pitipave që kom pritshmëri shumë të mëdha, kom punë të madhe, pritshmërit i kom të vogla. Edhe momentin kur unë kom pas pritshmëri shumë të mëdha, gjithçka u kthy 180 shkollë shumë kundër meje. Gjithçka. Edhe kom garu shumë keq. Kënde fajsojshë për krejtë ta? Nuk e di, u kon moment shumë i keq. Dhe më thonë, kom thonë, kur e kom përfundu 42 minuta ka qenë vrapim. Kur jam rikthyer në atletik, dhe më thonë, gora jame, gjatë gjithë karrierës, rezultati më i do këtë karrierën time nuk më vrapu në lojra olimpike. Mu që kjo më dhem keq, qysh, dhe më thonë, unë isha rekordmene e Kosovës, se ne isha rekord shtetëror, isha në top formën më të mirë, vrapoj garën më të keqe të mundshme në histori teme. Dhe më thonë, nuk më isha me akceptu qysh mundet me mdoll që ky sen, qysh nuk mujt me menaxhu on çet lloj situate. Edhe për çka u kon një arsyeve që s'kom desht me jep asnjë lloj interviste, se zakonisht Komiteti Olimpik kemi detyruar mbas lojrave olimpike me jep se çysh po ndihem, po ndoshta edhe që ata e kanë di veten faj për arsyeën e rikthimit tem, nuk më kanë bërë presion. Domethënë realisht ndina shumë okay që nuk më kanë bërë presion, mirë po pas 2 muajve kur fillu ankthi. Çysh e kalove ankthi, në periudhën e ankthit çysh e kalove sepse të njëjtën gjë e ka pas edhe më i lind. O zot, kur ja kum po intervistës, unë intervistën e saj nuk ja kum po, por kur kum shku te psikologi më ka thonë që edhe ajo ka kaluar të njëjtën fazë. Asaj jo njëjtëna e kum po intervistën, dhe më thonë shumë e ngjej se realisht është ashtu. Do thonë, është 2 natës u qojsha, edhe nuk mu isha me kontrollu trunin edhe trupin. Trupi veprojke ndryshe, truni veprojke ndryshe, edhe mendojsha që një javë i mundu vetë me përballu, nuk është diçka rregull të jetë vetit stres. Se arsyeja që unë kur u përfundu lojrat olimpike, unë s'kom desh me diskutu me asnjë, dhe më thënë as me familjar, dështimin, se për mu kon dështim, as me Komitet Olimpik, as me trajner, dhe më thënë thjesht vish i kom marrë teshat pajisjet sportive që e kon, i kom lon onash në fshat olimpik, edhe kom thënë as nuk jem ka du medal me nga, as nuk jem ka du, o mësë fal një kur gjo për atletik, heq, dhe më thënë qatë shumë që e kom marrë keq, edhe s'dojsha as me fol, ndoshta që ajo kon lloji i akumulimit. Mirë po pjesa që më ka ndihmuar është psikologi, për shkak se ai ka fol shumë te pjesa që gjithçka ka qenë shumë me akumulume, jo vetëm lojrat olimpike, mënyrën që shoni kum tregu se çka kum hek, domethënë fi janarit, domethënë firshin mars ti kimë shku, pas një javë jo s'kimë shku ti, kom shku tjetri, domethënë pas 2 javë u blem biletat. Prapë vishin theshin jo, nuk pe aprovojnë me shku ti, domethënë gjatë gjithë kohës u kon lufta, gara, hajde, shko, u top, theu, edhe momenti i fundit kur u kon me shku, sa që po mdoket edhe kur ma kanë kallzu lajmin, që unë kam shku lojra olimpike, ku marrë 3 shteteve zhvillim garave të Evropës, ku i fitova 2 medalje që u bo historike, 2 medalje brenda ditës, qësë shumë që më kisha imunitetin, kishik edhe zoni. Edhe na shku me nanën, deri në bank, më ka thirrë sekretari, ma ka bo grej se kam një mynde. Dhe më thonë, realisht, mu pi shpresa që është lojrat olimpike. Dhe më thonë, mendojsha, kom fitu qëfar subvencioni ndërkombëtar, për me shku qëfar kampi, diko, edhe kisha apliku me një master doping control në Belgjik. Edhe thajsha, ja që kjo kom u konë. Edhe qëtë shumë që isha lok, ta shu Shkodër, sekretari e quhet Shkodër. Edhe thash Shkodër vishë të regam se dhe me thonë s'kom fuqi, sa e rapi 16 orë rrugë, dhe me thonë nuk vishë të shku të rapë si që kish. Ta gres ta ti nisë është lojra olimpike. Edhe dhe me thonë në qatë shumë im konë në lodhe, sa që ja kom nisë me kajt jashtë, dhe me thonë
gëzim një në nënë, se realisht u bo që ajo që e ndërojsha, mirë po nona kur u dojë për bankës, ka mendu që mu sekretarim ka tira dhe më ka thonë nuk po shkon të ish. Ajo më thaj ke mu gres mu së mërzit, se shkon 2028, në s'kisha azo mi thonë, unë e që shkoj. Dhe thonë, ajo kaj ke, se më shë ke mu t'i kajt, edhe unë kaj isha që realisht të një më t'i shku. Po, o konë që kjo pjesa që... dhe më thëmë, kër i kujtaj mundona mi kujtu ma të mirat, pavarësisht që kërë shumë keq. Sa deshta me ta barashtu si pyetja, i kujton lojrat olimpike si një shije hidhur, apo një pjesë të suksesit tënd? Une njep nuk marrë kur gjo humbje, se në gjithë mund të thamë gjithë që ka ndodhë për një arsye. Nëse unë i kisha qenë shumë e sukseshme në lojra olimpike Paris, unë nuk e besoj që i kisha vazhdu ciklin Los Angeles. Nëse unë isha konë shumë e sukseshme në Paris, nuk e besoj që sot isha konë me ekipin ma të sukseshme në botës në Spanjë, se s'kisha pas qëllim ma të madh. Kështu që mendoj kjo konë një për arsyeve që ka ndodhë diçka, që unë e duna me synu ma shumë, edhe herën tjetër me konë nëse 80%, ose pezojmë që thëtë, se kur i thëmë babi tem 80%, duna më konë me e kujdeshme, babi jam gjithmonë thëtë të janë 100% një konë e kujdeshme. Unë e thëmë okej, pra atër duna më konë 110% ma e kujdeshme për Los Angeles. Sigurisht që lojrat olimpike i kum shiju unë, prap se prap, u konë, im shku ditën e parë, të hapi ceremonisë, im konë edhe bartë se e flamurit në mbyllje ceremonisë, dhe më thonë gjithë shka u konë që njerës e ndërojnë me shku. Kështu që mundona me i marë të mirat të saj, sepse jo gjithë kush është protagonist ose 3 fitus të parë. Dhe më thonë, edhe i 4 ti është i mërzitshëm, edhe i 5 jo i mërzitshëm, gjithë se cili ka sa kritiku njajt për me qenë lojra olimpike. Okej, dalim pak të disa çështje që janë më të përgjithshme në aspektin e vrapimit. Çfarë ndodh në kokën tënde Gresa pak sekonda para nisjes së në garë? Kur farë pytje, dhe thonë kur se ku mendu që dikush mund të ma bo që të pytje. Mundona jam ndoshta pak person na i stresovëm, edhe tjesë gjithë mundona me thonë okej Gres, se mund bjem mi pa konkurentet. Ona majtë, ona djatë, edhe gjithë mund thamë këto i kanë t'i komë, unë i kom t'i dur, edhe njejt jena veç jepe ma të mirë, në ndona më konë sa ma, mos me mujtë adrenalina. Se dë njerë, kur stërvitë shumë, për që më rigën ma të mloja. Kur stërvitë është ma pak, ti është shkon, po shumë herë ka bo vaki që kena vrapu shumë ma mirë, kur kena stërvitë ma pak, se nuk i kena bo vetit presion. Atë ka ndryshu si person në sporte? Shumë, sidomos me mendimin kritik, mënyrën e qasis me njerëz, ndoshta jem kom pak ma, unë edhe jem kom pak ma arrogante, më ka bo me kuptu që sa do që mbrin sport, është e jotja, prap se prap ti duesh më konë njëri me kom tokë dhe mi tregu vlerat e tuja si person, edhe gjithmonë mendoj nëse na kena, ose unë si Gres, jem me përcaktume me konë ma e mira e Kosovës, është që mu ka jep që ke mundësi për shkak me shpërndat e tjerë, jo me mbajt vete. Kështu që ka ndryshu shumë si lloj karakteri, si energji, mënyra jetesës, aura që ta jep dhe lifestyle që ta jep sporti. Okej, nuk e di që atletika është shumë e zhvilluar, ndoshta sa sportet të tjera. Sa ju ka ndihmu shteti përgjithësi, juve si atlete dhe kategorisë tënde, ndoshta që po besoj kolegëve tu nëse ke kategorisë tënde, se arritjet e tuja po thonë janë kulminante. Shteti nuk është që nuk e kena pas për krajin e tyre. Sidomos fillimet e para unë nuk kom pas njëre, po unë e akceptoj. Thash tash jetoj ka një kohë shumë që jetoj edhe në arenën ndërkombëtare dhe kom pas shumë sportista që asnjë shtet nuk e përkra sportistin fillimet e para, për shkak se nëse shteti fillon mi përkra qysh në fillim, ata nuk e din kush është personi adekuat. Që edhe ata dojnë me po nëse ti jo është shumë normali, kështu që nuk e gjykoj asnjëherë pjesën që nuk më kanë ndihmu fillimet e mia. Unë mendoj që ndoshta që ato fillimet e mia më kanë bo me konë më e fortë për me ditë se çka po du prej vetes. Për kroja financiare, sidomos këto 2-3 vitet e fundit, mendoj që është okej, për shkak se më them nuk isha mujt mi pasun edhe 15 rekorde shtetërore me financat e mia. Dhe më thonë sigurisht, jo vetëm unë, po qoftë sporti judos, qoftë sporti basketbollit, futbollit, kesh mendoj që na duhet më konë edhe më mirë, pak më shumë mirë njësa, se sa na jep shteti. Ndoshta me shku në arenën ndërkombëtare, kur e shet tjerë se ju ndoshta kampiona olimpik, edhe trajtimi nuk i bëhet fiks që na bëhet neve, ndoshta edhe na shteti vogël, kena përkraje realisht shumë të mirë, sidomos ka ana psiqike. Mirë po, ka ana fizike është
qatë so kanë mundësi, dhe më thonë asa ta nuk munde me dalë jashtë likurës tëmbe. Thjesht që ka unë mendoj që është pak me jep rëndësi, është infrastruktura. Sepse, okej, unë si Gres, ku arrit mi në zonë normat apo standardet që unë sot i marë pagat, për shkak se kushtet që se ti arrin mi në zonë normat ose bursat, i shumë të mira, mirë po për me mbri deri aty është pak e vështirë. Duhet infrastrukturë për me mbri deri te që kjo pikë. Unë kom pas fatin që kom pas familjen që më kam përkra për fazat e para, për sot më përkra shteti. Mirë po ka shumë sportista tjerë që nuk e kanë përkrajen e familjes financiare edhe stagnojnë për mos me mbri. Kështu që ndoshta o shumë ma okej me pas infrastrukturë ma të mirë edhe përmes infrastrukturës pastaj sigurisht që sportistat bëhen shumë ma shumë për me pas edhe konkurrencë ma të madhe. Prej gjitha këtë rekordeve shtetërore që i përmendit, cila prej tyre ndoshta ka peshën ma të madhe emocionale për ty? Emocionale më me thonë, se cila e ka vlerën e vetë, se cila e ka ata e ka sfiden, po e ka atë sfiden e vetë, po njonin që i kisha vlerësu mas shumë të është vitit kalum, kampionati balkaniku dhe kom shënu histori brenda 24 orëve 2 medalje balkanike, pra e nga konë 8 veta në ekip, edhe vetëm 2 vajza, ku piket ekipit vetëm unë një me rikësi me medalje balkanike, edhe aty u konë një pi rekordeve që e kisha vlerësu për shkak se kom pas këputjet quadricepsit në fillim të sezones, që unë kom mendu realisht 2025 kom e qenë viti jam i dështimit, plus që visha për një viti shumë të keq psikisht, 2024-tes, 2025 e fillova me këputje quadricepsit, edhe thash okej, atëherë unë e hupa gjithë shka, a realisht vitin ma të sukses shumë të medaljeve pas 2024-tes ka qenë 2025. A je tip emocional? Varet. Emocionohesh kur e dëgjon himnin para kora, himnin e Kosovës. Unë e Shqipërisë apo Kosovës? Kosovës, unë jam ma shumë, ndoshta edhe që vrapoj për Kosovën, për mu prapë është që kjo është flamuri jam, sepse ndoshta shumica e llogaritin që flamuri joni përbashkët është i Shqipërisë, mirë po unë jam lindë Kosovë, unë dhe më thonë për krajnë matë madhe ku marrë për Kosovës edhe qëfar do qofta jo, është flamuri jam, unë me qëtë flamur garaj, në fanil teme kam qëtë flamur, edhe gjithmonë thamë, unë e bëj qëtë moment për mi përjetu që ato 1 minutë podiumit. Dhe më thonë momentin kur ti hypë në podium edhe e përjeton që ato, thush okej, të bëj edhe një herë se një me javlinë. Sa do është sakrificë shumë i madhe, po shumë është e vlefshme. Cila është medalja që ka histori e të tjerët pak din për ta? Medalja Balkaniku. Nuk o shumë e madhe? Jo, nuk o bo e madhe, për shkak se kur e kom fitu në Balkanikon, u konë ajo pjesa që vetëm mashkujt munden me mbrin atletik, sepse realisht donë regjim shumë të madh, donë kilometra me bo shumë, donë larg familjes, unë edhe kur është fitu medalja balkanike, e para mbas 25 vjetëve theminim Federatës Atletikës, nuk po flasë për federatën tem, se federata em e ka bo maksimumin e tëmbe për unë me kom protagoniste e asaj medalje. Mirë po shteti si shtet nuk e ka bo sa duhet. Për shkak se nuk e din vlerën e atletikës dhe nuk e din vlerën e kampionatit balkanik në atletik, sepse kampionati balkanik është rreth 11 shtete, mirë po në federatën e atletikës jo 21 shtete pjesëmarrëse. Për shkak se ka çështje politike që do shtetet e Evropës nuk i pranojnë me garu në për kampionate tjera, edhe mas leti i kanë me i vendos në kampionatin balkanik, që është ju e drejt, për shkak se unë vlerën e marrë si kampione balkanike, mirë po bëj konkurim apo kam rival shtetet e Evropës. Edhe që ato konë është e vështirë në atletik më fitu medalja balkanike, sepse ka shtete shumë pjesëmarrëse që nuk janë vetëm në Ballkanit. Çfarë ka bërë, apo çfarë bën më mirë them një sportist elitar që të humbë nga jeta normale? Me di që ti shëtit çdo vend botës, poston çdo ditë postime, super të mira, shihet që ke një jetë super të lumtur. Mirë po, a ka diçka që një sportist si ju penalizohet nga jeta normale që ndoshta mund të pas vajza të tjera që nuk e kanë një aktivitet kaq të madh? Tash sa i përket rrjeteve sociale na gjithmonë mundohem me i qit sendet më të mira. Asnjëherë nuk mundohem me i qit ato sendet e këqija, për shkak se është rrjet sociale dhe ti mundohesh me promovu veten sa më mirë që është e mundshme.
Mirë po, në qëfëse më kishe pyet para 2-3 vjetëve, dhe më thonë një më konë person që për mes sportit ti stopon gjithë shkas. Jeta personale e jotja është e fundit në listë. Dhe më thonë, gjithmonë është disiplin, nuk t'intereson personi që je vetë, familja, je shumë lërgë personave të. Edhe je të vetëm të qëllimi, fokusi edhe qëllimi. Mirë po, kërën kom fillu me dalë në ekip të Spanjes, ata ka një lloj aure, një lloj kulture total ndryshe. Sa që unë kur kom fillu me bisedu me trajnerin edhe kom jep përgjigje, jo nuk shkoj ndosëm të motra se kom garen, që nuk kom shku realisht, edhe më ka thonë trajneri, çfarë arsye, dhe më thonë ti e ndërpren çështjen familjare për vrapim. Ja, po jo se është fokusi të kjo gara, ma ka bo, okej, fokusi mbet. Mirë po ti vish tjesht dhe është me ditë që është me menagju situatën, me shku deri aty, me ndajt me ta, po prap mos me dali ashta fokusi që ti e ki, ju me stupu ti jetën tonë për sportin, ti duhesh me bo regjimin sportiv maksimal, mirë po me ditë limitet e së cilit, po jo në qëfë ti nëse jenë karierë 20 vjet që ki bo, vish me ra me flejt me vrapo, dhe më thonë, nuk është që kjo, për ti duhesh me ditë që nëse ti je që ky person që je sot, ti duhesh edhe me jetu, përveç pjesës profesionale, ose pjesës për shembull që ato kjo vitet e fundit, këto 2 vitet e fundit me to kom fillu përpara nuk më shku në as pushim. No, që është sot me misionin. Tash thom, okay, e gjithmonë trajnerin thot plus ti ki llojin e sportit që gjithë kam bot me shku ki staz. Ki pisë, ti ki me shku kudo, thjesht e kryen seancën që ki me krye gjatë seancës edhe gjatë ditëve tjera ha mirë ushqer, rri me shoqni, sepse energjia, rezultati vjen me energji pozitive, nuk vjen t'ju stresu ti ose t'ju e mbyll veten. Kështu që te ata, dhe më thonë që ato thëmë, kum pas shumë fat madh, se unë kom ujtë me punu me shumë shtetet ndryshme trajnerave të botës, për shkak se kur ki disiplinë çdo trajner të merr. Ndërsa më ka marrë që ky që u kon një më i vështirë, tjerët më kishin marrë shumë lehtë. Edhe kom pas shumë fatin që i kom rraf fix aty që mu ma ka ndru edhe pak qasjen se që është me jetu në si gres, se nuk kom jetu për para. Dhe më thonë, thjesht që kom bajt men për para është stampimet pasaportave, po, e kom shëtit botën, po vetëm stampim, edhe pistën e vrapimit, mirë po me dalë me mësu kulturë për mes ati shtetit, kur ti e përfundon garen, e ki edhe 7 ditë tjera, na kena ndajt në hotelit, kurse me trajnerin tash pat ju delëm so kulturë të re, kështu që është që ti po masivizohesh edhe si sportist, edhe të njëjtën kohë si individ, që të paktën kur e lën karrierën, ki me kanë me bisedu për çështje të ndryshme në jetën tonë, dhe jo thjesht më ullë edhe me bisedu për vrapime, se jo që kujt intereson se sa kilometra i kumbo gjatë javës. Okej, kjo që po thua është, po them një mesazh shumë i mirë për vajzat që ndoshta frigohen nëse hi sportit me atë mënyrë më profesionale, atëherë mbes shumë bas me çështjet e tjera të jetës normale. Pra, sport edhe mundesh më kënaq, po edhe mundesh më ti është dush me gjetë një balans për me but tanat. Sigurisht që ti fokusi kryesor për me mbet gjithmonë karriera, mirë po atë pjesën kur ti ki një lloj trajneri jam, Antonio, gjithmonë më thot kur e kom pauzën një muj gjatë vitit, gjithmonë më thot, okay, jeta si njerëz normal. Se 11 muj na jetojmë abnormal. Dhe më thot, na jena persona që nuk e ndigojmë trupin 11 muj. Ti ki me bo një plan program edhe nëse dëm diko, prap ki me vazhdu me bo. Mirë po, një muj që e kena të njërë të jeto si një njeri normal që nëse dëm diko, mës sporco ma shumë. Okej, Gresaj, di dhe njëra me vlerësuar? Po, i më di. Sidomos në lojra olimpike. Nuk e më thonë asë njerë, është hera e parë që po e thamë. është të kjo pjesa, kur kena marrë pjesë në lojra olimpike të bartja flamurit, ne kemi qenë 8 sportisa që i kena përfatësu Kosovën, 3 kemi qenë me ftesë, për shkak se Kosova nuk i plotson kushtet e infrastrukturës, edhe është pjesa që jepet ftesat e shtetet që nuk e plotësoj, edhe 5 tjerë kanë qenë judistat edhe boksi me normë. Edhe kur kryeministri ka dalë edhe i ka thonë emra, dhe më thonë nëse ti shkon në Amerikë, shkojnë mbi 100 sportista që marrin pjesë dhe del kryeministri lexon emrat secilit. Një ka një për respektin që po e përfaqëson shteti, kurse te na vetëm 5 i ka përmend, 3 tjerë tha okay, tha 3 tjerë le ta japin tha maksimumin që kanë me jep. Dhe më thonë, unë realisht ju më di shumë e nënvlerësume, sepse unë e di që me meritën tem në shkollora olimpike, dhe më thonë, kom bo një sakrificë shumë të madhe dhe e meritoj, jo ne, se ne kemi qenë 3 veta që nuk është thonë emni,
mendoj që tret e kena meritu me thonë një emën një mbi emën që është shumë e lehtë për me thonë. Kur jenë pist, a garon për veten apo për Kosovën? I për Kosovën. Dhe me thonë, është e pa diskutueshme, se në qëfë se kisha vrapu për veten shumë herë ndoshta s'kisha dalë me vrapu heq, se jo gjithmonë del me gëzim i bod 25 km në ditë. Kështu që gjithmonë është ajo pjesa që Gresa është e fundit në listë kur përfaqësohet shteti i Kosovës. Prandaj edhe thash, flamurin që e shoh për mua është që ajo që më bën mundi shumë krenare që jam të mundu me jep më të mirën për me ngritë sa më nalë që moj. Çfarë ëndrë sportive akoma nuk e ke realizu? Me qenë medaliste e Evropës, dhe më thonë është ondra ma e madhe që i kisha pos, edhe thonë nëse qatë moment që isha bo medaliste e Evropës, qatë pas 1 minuti me jep shpirtisht nuk i kisha bos për vrem sa e di që e kom vri që uimin tem, edhe me qenë top 8 olimpike. A e shë vetën e ditë si trajnere? Po, dhe më thonë... Edhe ndoshta inspirim për vajzat e tjera. Po, arsyeja, ndoshta një prej arsye se bëj një pagesë shumë të madhe për trajnerin, jepi një fond shumë të madh trajnerit që më përgatit trajneri i Spanjës. Edhe shumë herë kom pas edhe shumë përgjigje për personave që ma kanë bërë pse Grace, dhe më thonë, ti prap je kon shumë okay edhe me që plan program të Kosovës. Po kom thënë okay, unë dhe me thonë jemi të mundu mi prek limitet e Grace's. Unë jam shumë okay me veten, nëse deri limitet e mia ju deri çkaq. Nuk gënjena me veten, jo me e kuptoj që kjo është deri çto, edhe jam në rregull. Pra, nuk e sforcoj veten në diçka që nuk është e jamja. Se gjithmonë mendoj që çka është në kohën e duhur për personin e duhur. Mirë po, arsyeja që unë kom zgjedhur ndoshta më shumë me qenë në plan program të Spanjës është për një tarme shumë më të madhe, sepse unë mendoj që kena shumë talenta në Kosovë, mirë po nuk ka punë adekuate për personat që stërviten. Dhe që kjo është prej arsyeve që jem të mundu me mësu sa më shumë shkollën spanjolle që me pru në Kosovë për tarmen. Ndoshta gabimet e mia që i kam bërë pionere juniore, mos me pasu në mundësi me bart e ardhmja e Kosovës. I gjithë ky rikthim, sa i vështirë, aq sfidues, atë ka bërë më shumë kampione a njeri? Njeri, 100% njeri. Se kampione është edhe ajo thënia që thonë, është lehtë me mbri, po vështirë me mbaj. Është shumë e vërtetë edhe kjo. Mirë po, në gjithmonë thamë, karriera sportive është shumë e shkurt. Mirë po, respekti i njerit ka me qenë gjatë gjithë jetës. Kështu që ma mirë është me qenë njeri, sepse kampion vetësh, je kampion i vetës edhe gjithë se cili duhet me qenë kampion i vetës vetë, qatë sa e ka mundësi. Edhe në qoftë se personi tjetër pas meje është i dyti, ajo është kampion i vetës vetë. Kështu që rëndësi është me konë njeri. Okej, më tregove para se t'hinim studio, ju presin disa gora të rëndësishme për cilat po përgatitesh intensivisht. A mund na tregosh për çka kompletim t'jaj? Po, do të thonë gara e radhës, faktikisht unë mbas nesër garoj në Shkup, që është një që synoj rekordin e parë këtë vit në 10 kilometra. Po hapit sezonit, se realisht rekordi është jemi, mirë po refresh në qëmë në atletik. Kështu që kjo është si piknisja e parë për me mujtë me po një rezultat. A kime si këtë rekord? Besoj që po. Thjesht, dhe njëra nuk kom qenë shumë me dhonë, po realisht, ne di me kohë që ti të rekordit për shkak se ne i bëjmë krahasimet e rezultateve seancave servitore paraprake edhe që shihet tash. Edhe mendoj që rekordi ka më konë bindshëm i sigurt i fyll. Edhe ka më qenë një lloj piktesteve kryesore për kampionatin e shteteve në zhvillim që mbahet Monaco me 30 maj. Pas Monakos është kampionati ballkanik që në historitë Kosovës jam si medaliste nën kampione ballkanike, mirë po në historitë Kosovës nuk kena mbri asnjëherë torten. Kështu që vitin e kaluar kom humb për 0.07 miliçintat, oraj që këtë vit ka me qenë kampione ballkanike dhe me një histori Kosovës për medalje tort, edhe me qenë gara tjetër që na e quajmë realisht Kosova për momentin është që shumë të rëndësishme, janë lojrat mesdhetare në Itali që mbahen me 3 shtator. Okej. Është një vit shumë mix dhe i tregova dhe më thonë kryesoret, se realisht kam ju ngara njëna pas tjetërës, për na i përdorin disa si teste, për me mujti me mbri top shape në garen qëllimin kryesor të vitit. Okej, sot a i menaxhon më mirë emocionet, stresin,
edhe e klikosh që ankthi prapë mund të të kthej? Jo e menaxhoj mirë, po që frikona që kam më kthy, po frikona ndonjëherë. Që menaxhon këtë pjesë që okej, nuk udhëzojmë me ramen pozicion të tillë çfarë kam qenë. Gjithmonë them nuk mundet më bo ma keq se që u kon. Dhe me thonë, unë e kom përjetu anktin, ai person që e ka përjetu anktin e din se sa keq është. Edhe ankthi ka arrit ty i sforcu në sendet, ty u mundu me u arsyetu për sende. Kështu që tash thom, okej Grace, që kjo ka ndodhur, së është që shtot, kështu që mos e sforco, thjesht let it flow, le të ndodh, që është të ndodh. Se ki më kthy edhe një herë çat fazën që asaj pjesës ankthit. So, unë jam shumë overthinking, shumë një person që i mendoj sendet, edhe është edhe që kjo ko një pjarësyjeve që karë dhere të që ajo pika, se t'ju mundu me gjithë zgjidhje, pse ka ardhë kjo. E do njëherë nuk i nevoj me zgjidhje të zgjidhje, thjesht e vazhdam rukëtimin tënë, ndohesh me marë frymë edhe me thonë leje, mëse overthink, viç vazhdo edhe qashtë të shkrume në fund ka me ndohë. Rëndësi është që ti me jep matë mirën tonë. Dhe më thonë, e nis ditën, unë gjithë mund thonë, dita nis me 100% bateri. Mundohë me shfrytzu 100% e baterisë, më mbush natën edhe me vazhdu edhe njerë nesër. Okej, kur Grace sa ndalon se vrapuar në pistë, a mendon se zemra saj do të ndaloj do njëherë se garuari? Po, kam të si garuari, apo... Me qenë se ki pas për julla që the, vetë, e ki ndalu, thjesht je stopu prej vrapimit, momentin kur ti vjen ai momenti që okej, deri këtu mjaftoj, a mendon që zemra jote ka me pranu një vendim të? Jo, nuk e, une a beson që sa ma shumë, kur vjen ditëlindja, unë shumë mërzitna për qëtë pjesën e ditëlindja. Se ishtu? Se mendoj që mu shtu edhe një, edhe jam shumë avër me longaritën, se sa ma i vjetër, edhe jem të e pa vetë, dhe më thonë nuk jem sikur që shumë kon 23 vjetë, nuk jem sikur që shumë kon 25 vjetë, dhe më thonë pavarësisht që unë jem shumë e maturume, e di që ka du, e kom disiplinën shumë të madhe, trupi nuk funksionon që shukon për para, dhe më thonë ta lëndimet më vinë shumë ma letë se sa që shumë kanë ardhur ma herët, dhe më thonë ma herët ndoshta kom sforcu, kom bo sende shumë ma të komplikume edhe nuk jem lëndu. Tash dhe më thonë një gabim shumë i vogël, po më prun me një lëndim shumë të letë, për shkak se trupi regenerimi nuk është sikur për para. Edhe e di që sa herë që e mendoj që pjesën që kom e vullohen që të lloj regjimi, ose disipline, ose që si jetë dinamike, po që unë e du që është që ka të shumë dinamike, kom e mbo mundi të përkesh momentin që kom e lonë. E di që kom e mbo të përket se një pjesë kësaj sfide këna kalu në pandemi. Edhe kur unë në pandemi kom stërvit edhe nuk kom ditë se për shka për stërvitna, nëse deri para pandemisë kom thonë pulbëret, kjo gonë këtu, këtë shtetë shko këtu, që do jo vëllëto, në thonë trupi jam u lodhë. Pandemi kom thonë jo, okej, Grace, në thonë ti koke ma shumë që kjo pjesa e dinamike, se sot e pandemia ti koke katastrofë, dhe në thonë nuk e përballoj pasivitetin. Okej, jo Majlinda, pastaj Bistria, Nora, e keni dëshmu që femrat në sport nuk janë diskriminuar, edhe pse çdo herë është thirrur se femrat janë femra, nuk janë sikur mashkull, ju këtu tabu i keni thyer. Cili do të ishte një mesazh juaj drejtuar femrave, sidomos atyre që kanë talent ndoshta në sport dhe akoma ndoshta nuk e kanë shfaqur atë ku duhet ose si duhet? Unë mendoj që egoja jonë ose kultura e femrës në Kosovë është realisht shumë e fortë. Nëse na në tru toni, sidomos për momentin emna që ti picek janë emna të pejes. Unë gjithmonë edhe lëra olimpike, ku më thonë, hekin një pjamurin e Kosovës që ti një pejes. Pitet sportistave shtati në kom për pejes. Kena realisht një kulturë që në arrit për me ditë që ka dojmë edhe me luftu pavarësisht gjithdo sfide. Mirë po përkroja realisht, sidomos të femnat kove të fundit në Kosovë është shumë e mirë. Thjesht, do jënë të informuar, do nuk jënë të mirë informuar. Sidomos para njove, ne në Kosovë kualifikohen për mes pikëve kategorizimit, që vlera e kategorizimit e femnat të shërit 2 fishi, pra nëse ka qenë 200 euro, tash është 400 euro, kurse te mashkujt është 200 euro. Pra kjo të regon faktin që Kosova realisht i përkra femnat edhe është të e ditë mundin që ne jena të e bo. Se realisht është e vështirë një femnat në Kosovë, femnat të Kosovës me bo një sport elitar ka shumë vite, se është kultura që të bën presion për çështjet morale qoftë martese, si gibo do vjetë, dhe më thonë jena jetoj me qëtë lloj
mentaliteti që femna është deri me një moshë caktuar, nuk është sikur mashkulli që mundet me zgjat karrierën shumë gjatë. Dhe mendoj që një prej arsyeve që femna duhet me bo sport është që e para që thash ki mendim kritik, je shumë e ma femën që mundesh me kudo me shku, prap ki me ditë me menaxhu çdo lloj situate, qoftë financiare, qoftë emocionale, qoftë gjithçka që ti si femën mendon që nuk mundesh, por me sportit ti mëson që ato dhe që është më e rëndësishme e keni vetbesim shumë të madh, se e din që çdo e ki mbri vet, edhe je oftë me vazhdu me mbri hala ma shumë, pa pas nevojë për përkrajnë e dikujt tjetër. Sigurisht, shtetit është natyrshme me pas, mirë po mendoj që sporti neve na kualifikon ma shumë për me di që jena mjaftueshëm të forta. Okej, knaqo, shijoje maksimum, edhe vazhdo me na bo krenar, ashtu që na kim po gjitha. Faleminderit shumë. Shpresoj që fund vite do të thonë vi me çato gorat që i pata me medalje ndërkombëtare. Edhe ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, ne zgjatëm ndoshta pak më shumë sepse me të vërtetë intervista ishte shumë e mirë. Po më pëlqen diskursiot, po më pëlqen njohuritë e juaja, edhe mënyra e shprehurit që jo secili sportist i posedon. Për kësaj besoj edhe lexon shumë apo? Po, normalisht tash unë kam 2 fakulteta të kryme, do të thonë shumica nuk më gjojnë vetëm gresa si sportiste. Mirë po, unë kam kryme fizioterapinë edhe edukatën fizike edhe 2 mastera për doping control. Do të thonë një kohë gjithmonë i mundu me mbajt edhe të 2 fakultetat i kam jashtë përfundum, nuk i kam përfundum në Kosovë. Gjithkohë një mundu me mbajt pjesën elitare edhe akademike të njëjti nivel për shkak se ndoshta në Kosovë nuk është, të në Kosovë është nëse je sportist, je vetëm sportist. Mirë po nëse del në arenën ndërkombëtare në Evropë, sportistat elitar kanë një akreditim shumë të madh. Kështu që nëse ti do të ul me nivelin e nalt botëror, duhesh me qenë realisht edhe jo vetëm me ditë kilometra, po duhesh me ditë edhe shumë më shumë rreth jetës. Faleminderit shumë që na ke zgjuar neve. T'japësh këtë intervistë pas shumë kërkesave që ki pasur me mediume të tjera. Uroj dhe shpresoj që të mos i dhurohen pse jo arte ne nuk e shkuta. Se e din që teja. Ne u ndim sinqerisht të privilegjuar. Faleminderit shumë. Gjithashtu ju më sjell edhe majitat e para në Kosovë që na e kena pas përfaqësimin në arenën ndërkombëtare. Që kjo është e para që unë e kum garu garen, edhe e di që është gara e parë. Gara e parë që unë e kum po, është majica e parë, edhe të njëjtën kohë kjo majice ka pas edhe majicën e podiumit, gjë që ta kum sjell ty si dhuratë, edhe ndoshta ndonjëherë kur e vesh e kujton. Jo, këto kemi vendosur bashkë me stafin që kur ta bëjmë ndryshimin e studios, ta kemi një kënd ku do t'i vendosim dresat, majicat, fanelat e sportistëve tonë elitar që po them fatmirësisht pesë sidomos. Ja, shumë faleminderit për këtë dhuratë çmuar. Do ta ruajmë me shumë krenari edhe do ta pasqyrojmë avyrën më të mirë të mundshme. Thjesht nuk do ta veshim dhe ta vjetrojmë, mirë po do ta ruajmë dhe do ta paraqesim, ta prezantojmë para shumë njerëzve që na shikojnë. Edhe ne kemi dhuratë vogël. Faleminderit. Kemi sponsori jon Rev Duo, ka sjell një kolekcion Afkodi, është një brand i ri që ka sjell. Edhe i tregum që kemi gresën, disa produkte të kësaj përfaqësie që Rev Duo e ka në pej. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi realisht. Unë intervista është në pej edhe ndiva si në shtëpi. Shumë faleminderit. Ne u kënaqem, sinqerisht u kënaqem. Po besoj edhe shikuesit tanë u kënaqen. Ishte Gresa Bahraqi, atletja jon elitare. Mburemi, krenoremi që kemi në mesin tonë, që kemi qytetit tonë. Deri në episodin e ardhshëm bashkë mirupafshim.